Që nga aksidenti që i mori djalit aftësinë për t'u lëvizur, ai rrethoi shtëpinë me kamera, more dhe heshtje, duke u përpjekur të mbrojë atë pak që i kishte mbetur. Punonisja e re erdhi pa zhurmë, por me gjeste të vogla filloi t'i rikthente ngjyrat në jetën e djalit. Ajo që ai nuk e dinte ishte se ajo mbante një premtim të bërë në spital, në natën më të vështirë të jetës së tij. Para se të filloj kjo histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton, të lini një pëlqim, like në video, gjë që është shumë e rëndësishme për ne, dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni këtë histori. Shiu përplasej pas dritareve të mëdha të vilës në Dajt në Tiranë, duke krijuar një jehon që përhapet nëpër korridoret e zbrazta. Anton Berisha rregulloi edhe një herë volumin e monitorit të sigurisë, duke vëzhguar imazhet që ndizeshin e fikeshin njëra pas tjetrës në ekranin para tij. Kuzhina, dhoma e ndenjes, korridori kryesor, dhoma e Gentit. Gjithmonë dhoma e Gentit e fundit. Aty sytë e tij ndaleshin më gjatë, aty zemra i shtrëngoi më fort. Djali ishte atje, si gjithmonë, i ulur në karrigen me rrota përballë dritares, duke parë kopshtin që nëna e tij e kishte mbjellë me aq shumë dashuri 3 vjet më parë. 3 vjet. Dukej si një përjetësi dhe, në të njëjtën kohë, dukej si dje. Luljeta ishte aty, në gjunjëmbi dhe, duke i shpjeguar Gentit, atëherë 9 vjeç, se si çdo lule kishte kohën e vet për të çelur, se si çdo bim kishte nevojë për kujdes të ndryshëm. Djali vraponte në përlëndin, duke pyetur për gjithçka, duke buzëqeshur me atë spontanitet që vetëm fëmijët e kanë. Tani Genti ishte 12 vjeç dhe nuk vraponte më. Nuk pyeste më. Buzëqeshja ishte shndërruar në një heshtje të thellë që rritej çdo ditë, duke e mbështjellë si një kupol e padukshme. Antoni pshertiu dhe kaloi dorën nëpër flokët e thinjur. Në moshën 42 vjeçare, ndihej sikur kishte jetuar disa jetë të ndryshme. E para, e lumtur dhe e plot, për krah luljetës. E dyta, shkatëruese, në muajt që pasuan aksidentin. Dhe tani kjo jeta e tretë, e përbërë nga vigjilencë e vazhdueshme, mosbesim dhe një frikë që nuk arrinte ta emërtonte, por që rritej brenda tij si një barishte e keqe. Zilja e derës ra. Antoni pa orën në murin e dhomës së monitorimit që kishte ngritur në zyrë. Ora 3 pasdite, fiks. Punonisja e re. E pesta në 2 vjet. Të tjerat ishin larguar për arsye të ndryshme, njëra sepse nuk duronte dot heshtjen e Gentit, një tjetër sepse Antoni zbuloi se i prekte sendet personale, e treta sepse thjesht u zhduk brenda natës, duke marrë me vete disa objekte me vlerë. E katërta, Teto Carmen, kishte qëndruar gati 6 muaj, por në fund u lodh nga ndjesia e vazhdueshme se po vëzhgohej. Sepse ajo vërtet po vëzhgohej. Të gjithë vëzhgoheshin. Antoni zbriti shkallët prej mermeri, hapat e tij jehonin nëpër shtëpinë e pafundme. Vila në Dajt kishte qenë ëndra e luljetës. Ajo gjithmonë thoshte se donte një vend ku Genti të mund të rritej i rrethuar nga gjelbërimi, larg zhurmës së qendrës së Tiranës. Një vend ku ata të mund të ishin një familje e vërtetë. Ironi mizore e fatit, tani shtëpia ishte një pallat i zbrazët, plot me kamera dhe alarme, ku 2 njerëz jetonin si të huaj nën të njëjtën çati. Hapi derën e rënd prej druri masiv dhe u gjend përballë një gruaje rreth 35 vjeç, me shtat mesatar, flokë gështenjë të lidhur në një topuz të thjeshtë dhe sy të errët që përcillnin qetësi. Ajo vishte rroba diskrete, një bluzë të bardhë dhe një fund blu të errët, dhe mbante një valixhe të vogël udhëtimi dhe një çantë lëkure kafe tashmë të vjetruar nga koha. Zoti Anton Berisha, zëri i saj ishte i butë, por i prerë. Unë jam Elena Selimi. Kam ardhur për intervistën e punës. Hyni, tha ai, thatë, duke bërë një hap më njan. Elena hyri dhe pa përreth me diskrecion. Gjëja e parë që vuri re ishin kamerat. Të vogla, por të dukshme, të pozicionuara strategjikisht në cepat e hollit të hyrjes. Gjëja e dytë ishte heshtja. Nuk ishte thjesht mungesa e zhurmës, ishte diçka më e dendur, sikur vetë shtëpia po mbante frymën. E jani me mua, tha Antoni, duke e çuar drejt dhomës së ndenjes. Ishte një ambient elegant, me mobilje lëkure italiane dhe një oxhak guri që kishte kohë pa u ndezur. Në mure, disa fotografi të pakta të familjes në kohë më të lumtura. Elena vuri re se si Antoni shmangte t'i shikonte drejt për drejt ato. U luni, ai tregoi një poltron përballë divanit ku u rehatua vetë. Elena u bind, duke mbajtur qëndrimin drejt, duart e kryqëzuara mbi prerë. Agjencia duhet t'ju ketë shpjeguar tashmë për punën. Kujdesi i përgjithshëm për shtëpinë, disa vakte dhe
Ai hezitoi për një çast, ndihmë të herëpashershme për djalin tim, Gentin. Po, zotëri. Jam në dijeni se i riu Genti ka nevoja të veçanta, tha Elena me natyrshmëri. Kam përvojë me fëmijë dhe adoleshent në situata të ngjashme. Antoni e studioi me vëmendje. Kishte diçka tek ajo që e shqetësonte, por nuk arrinte ta identifikonte se çfarë. Ndoshta ishte pikërisht qetësia që ajo shfaqte. Ose mënyra se si fliste për Gentin, pa atë tonin e keqardhjes që ai e urrente aq shumë ta dëgjonte nga njerëzit e tjerë. Ose ndoshta ishte fakti që ajo nuk dukej e friksuar nga madhështia e shtëpisë apo nga qëndrimi i tij mbrojtës. Dua të qartësoj disa gjëra që në fillim, tha ai, duke u ngritur dhe duke ecur drejt dritares. Kjo shtëpi ka rregulla. Nuk prekim sendet personale të njëri tjetrit. Nuk bëjmë pyetje për jetën tonë private. Dhe respektojmë hapësirën e secilit. Genti është një djalë delikat. Ai ka kaluar shumë gjëra vitet e fundit dhe nuk reagon mirë ndaj ndryshimeve të befta. E kuptoj plotësisht, zotëri, u përgjigj Elena. A mund të pyes për rutinën e tij? Antoni u kthye drejt saj, i befasuar nga pyetja. Rutinën? Po. Oraret e vakteve, aktivitetet që i pëlqen të bëj, nëse ka ndonjë hobi specifik, si preferon t'i drejtohen. Këto gjëra ndihmojnë për të krijuar një mjedis më harmonik. Për një moment, Antoni mbeti në heshtje. Kur ishte hera e fundit që dikush kishte pyetur për shijet e Gentit, për atë që e bënte të ndihej mirë, ai vetë nuk dinte të përgjigjej. Muajt e fundit, rutina e djalit ishte përmbledhur në fizioterapi në mëngjes, mësime private pasdite me profesor Ridvanin dhe orë të gjata përballë dritares, gjithmonë në heshtje. Ai atij i pëlqen të qëndrojë në dhomë. Duke parë nga dritarja. Profesor Ridvani vjen 3 herë në javë për mësime. Fizioterapistja, doktoresha Marina, vjen në mëngjes, të hënën, të mërkurën dhe të premten. Ndonjëherë ai vizaton, por jo shumë. Ha pak. Fle keq. Fjalët dolën në mënyrë mekanike, sikur po lexonte një listë mjekësore. Elena pohoi me kokë, duke përthithur çdo informacion. Po ju? Punoni jashtë? Punoj nga shtëpia. Kam një kompani konsulence teknologjike. Qëndroj në zyrë në katin e sipërm pjesën më të madhe të kohës. Ai nuk përmendi që zyra ishte e pajisur me monitor që mbulonin pothuajse të gjithë shtëpinë, as që kalonte pjesën më të madhe të ditës duke vëzhguar ekranet në vend që të punonte. A mund ta takoj Gentin? Pyetja e kapi Antonin të papërgatitur. Tani? Nëse është e përshtatshme. Besoj se është e rëndësishme që të prezantohemi siç duhet që në fillim. Antoni hezitoi. Zakonisht, ai preferonte që Genti t'i njihte punonisit gradualisht, pa presion. Por kishte diçka në mënyrën e qetë se si Elena e kishte bërë kërkesën që e bëri të rimendonte. Në rregull. Por mos e detyro për asgjë. Nëse ai nuk dëshiron të flas, mos insisto. U ngjitën së bashku shkallët e lakuara prej mermeri që të çonin në katin e 2. Hapat e Elenës ishin të heshtur, pothuajse të padukshëm mbi 2 sheme. Antoni hapi derën e dhomës së Gentit ngadalë, siç bënte gjithmonë. Genti, ka dikush këtu që do të donte të njihte, tha ai butësisht. Djali e ktheu karrigen me rrota ngadalë. Kishte flokët gështenjë të luljetës dhe sytë e errët të atit, por në ta kishte një thellësi trishtimi që nuk duhej të ekzistonte tek një fëmijë 12 vjeçar. Vishte një bluzë bojqielli dhe pantallona të shkurtra jeans dhe këmbët e tij të zbathura lëkundeshin lehtë, një lëvizje e pavullnetshme që gjithmonë tregonte nervozizëm. Elena bëri një hap brenda dhomës, por mbajti një distancë respektuese. Përshëndetje Genti. Unë quhem Elena. Kam ardhur të flas me babin tënd për të ndihmuar me disa punë të shtëpisë. Genti e vëzhgoi në heshtje për disa sekonda. Elena nuk e detyroi një buzëqeshje të egzageruar, as nuk foli me atë tonin fëminor që shumë të rritur përdornin me të. Ajo thjesht e përshëndeti siç do të përshëndeste këdo. A mund të pyes se çfarë po vëzhgon atje jashtë? Ajo u afrua pak më shumë te dritarja, duke ndjekur vështrimin e djalit. Genti tregoi me gisht një pemë në kopsht. Ishte një pemë kumbulle që luljeta e kishte mbjell dhe që tani ishte plot me fruta. Kumbullat janë pjekur, murmuriti ai, aq ulët sa Antoni u desh të përqendrohej për ta dëgjuar. Kishte javë që nuk e dëgjonte zërin e të birit.
Është e vërtet, tha Elena, duke vëzhguar pemën. Duhet të jetë koha e përkryer për të bërë një reçel të shijshëm. A ke provuar ndonjëherë reçel kumbulle? Genti mohoi me kokë. Unë di të bëj. Nëse babai yt lejon, mund të përgatis një për ty që ta provosh. Për herë të parë në muaj, diçka e ngjashme me interesin shkëlqeu në sytë e Gentit. Ai pa të atin, sikur po kërkonte leje për të ndjerë sërish kuriozitet. Do të shohim, tha Antoni, duke u përpjekur të mbante tonin neutral, por duke ndjerë diçka të çuditshme që lëvizte në gjoksin e tij. Kur ishte hera e fundit që Genti kishte shfaqur interes për diçka? Elena bëri një përkulje respektuese para Gentit. Ishte kënaqësi të njihja, Genti. Shpresoj të bëhemi miq. Dolën nga dhoma dhe zbritën sërish në sallon. Antoni ndihej i shqetësuar. Kishte diçka ndryshe tek ajo grua, diçka që nuk arrinte ta deshifronte. Ajo nuk ishte përpjekur të krijonte një afërsi të detyruar me Gentin, nuk kishte bërë komente për karrigen e tij me rrota, nuk kishte folur me keqardhje apo nuk e kishte egzageruar me simpatin. Kishte qenë thjesht e natyrshme. Kur mund të filloj, pyeti Elena, duke ulur sërish në poltron. A keni referenca? Po, zotëri. Janë të gjitha në dosjen që agjencia duhet t'ju ketë dërguar. Kam punuar për 2 vjet me familjen Oliveira në blok, duke u kujdesur për zonjën Concheita, e cila kishte Alzheimer. Para kësaj, kalova 3 vjet me familjen Barbosa në zonën e liçenit, duke ndihmuar me kujdesin e fëmijëve binjak që lindën para kohe. Dhe para kësaj. Ajo bëri një pauzë të shkurtër, kam punuar si ndihmës infermiere në spitalin Nën Tereza. Spitalin Nën Tereza, përsëriti Antoni. Emri i tingëllonte i njohur, por nuk arrinte ta identifikonte se nga ku. Po. Aty mësova shumë për durimin dhe për rëndësinë e respektimit të kohës së secilit për të shëruar, në çfarëdo forme qoftë. Kishte diçka në mënyrën se si ajo i tha këto fjalë që e bëri Antonin të ndihej në siklet. Jo një siklet negativ, por sikur ajo po i fliste drejt për drejt një plage që ai e mbante prej vitesh dhe pretendonte se nuk ekzistonte. Paga është ajo që është rënë dakord me agjencinë. Do të keni pushim të dielave dhe një dhomë këtu në katin përdes, në pjesën e pasme të shtëpisë. Vaktet do të sigurohen. Pres për pikmëri, diskrecion dhe. Ai hezitoi sërish, mirë kuptim për veçantit e kësaj familjeje. E kuptoj, zoti Anton. Mund të filloj nesër, nëse është e përshtatshme. Në rregull. Eja në orën 7 të mëngjesit. Do të tregoj dhomën dhe do të shpjegoj më mirë rutinën e shtëpisë. Elena u ngrit, mori valixhen dhe çantën e saj. Ju faleminderit shumë për mundësinë, zotëri. Jam e sigurt se do të shkojmë mirë. Pasi ajo doli, Antoni u ngjit në zyrën e tij dhe ndezi monitorët. Vëzhgoi Elenën nga kamera e jashtme ndërsa ajo ecte drejt stacionit të autobusit në cep të rrugës. Kishte diçka në qëndrimin e saj, një vendosmëri e qetë që binte ndesh me shqetësimin që ai ndjente të rritej brenda vetes. Atë natë, gjatë darkës së heshtur me Gentin, ai vuri re se djali shikonte nga dritarja drejt pemës së kumbullës më shpesh se zakonisht. Dhe kur shkoi t'i uronte natën e mirë të birit, Genti përshpëriti diçka që e kapi plotësisht të papërgatitur. Babi, mendon se do ta bëj vërtet reçelin? Antoni mbeti i palvizur në derën e dhomës për disa sekonda, duke u përpjekur të përpunonte faktin që Genti kishte nisur një bisedë me iniciativën e tij. Nuk e di, bir. Pse pyet? Sepse ka shumë kohë që askush nuk bën diçka të ëmbël në këtë shtëpi. Fjalët e Gentit i jehuan në mendje Antonit gjatë gjithë natës. Ishte e vërtetë që kur Lulieta kishte vdekur, shtëpia ishte bërë një vend funksional, i ftohtë, ku plotësoheshin nevojat bazë, por ku nuk kishte më vend për kënaqësi të vogla, për surpriza të ëmbla, për jetën që të ndodhte në mënyrë spontane. Ndërsa përpiqej të flinte, Antoni e gjeti veten duke menduar për mënyrën se si Elena e kishte parë Gentin. Pa keqardhje, pa siklet, por gjithashtu pa indiferencë. Sikur ajo e shihte vërtet, jo vetëm si një fëmijë me aftësi të kufizuara apo si djalin e traumatizuar të një burri të hidhëruar. Ajo e kishte parë si Gentin. Por përvoja e kishte mësuar të mos i besonte asgjëje dhe askujt. Sa herë ishte mashtruar nga përshtypjet e para pozitive? Sa herë shpresa ishte shndërruar në zhgënjim? Jo, ai nuk mund t'ia lejonte vetes të besonte lehtësisht përsëri. Elena Selimi do të vëzhgoj, analizoj, testoj, si të gjithë të tjerët.
Dhe nëse do të kishte diçka të dyshim tek ajo, çdo shenjë e qëllimeve të dyta, ajo do të pushoi menjëherë nga puna. Ajo që Antoni nuk dinte, ndërsa planifikonte vigjilencën e tij diskrete, ishte se Elena Selimi mbante në çantën e saj të vogël prej lëkure një sekret që do të ndryshonte gjithçka. Një sekret që lidhte atë shtëpi, atë familje dhe atë moment në një mënyrë që as ajo vetë nuk e imagjinonte kur pranoi punën përmes agjencisë. Elena mbërriti të nesërmen në mëngjes saktësisht në orën 7, siç ishte rënë dakord. Antoni e vëzhgoi nga kamera e hyrjes ndërsa ajo priste me durim që ai të hapte derën. Nuk dukej as në ankth, as e paduruar, thjesht e qetë, sikur ishte mësuar të priste. Kur më në fund hapi derën, ajo e përshëndeti me një mirëmëngjes, zoti Anton të thjesht dhe hyri duke mbajtur të njëjtën valixhe të vogël si ditën e mëparshme. Do të tregoj dhomën tënde fillimisht, tha ai, duke e çuar nëpër korridore drejt pjesës së pasme të shtëpisë. Dhoma e punonisve ishte e thjesht por komode, me një krevat tek, një dollap të vogël, një tavolinë shkrimi dhe një dritare që shikonte nga kopshti anësor i shtëpisë. Banjo është aty pranë. Mund t'i organizosh gjërat e tua tani. Pastaj flasim për rutinën. Elena vendosi valixhen mbi krevat dhe pa përreth. Është perfekte, zotëri. Shumë faleminderit. Genti është ende në gjumë. Ai zakonisht nuk zgjohet para orës 8:30. Fizioterapistja vjen në 9. Mund të fillosh duke përgatitur mëngjesin. Në kuzhinë ka një listë me preferencat e tij, megjithse kohët e fundit ha shumë pak. A mund t'i hedh një sy asaj që ka në qilar? Ndonjëherë, një prezantim ndryshe zgjon oreksin. Antoni e çoi në kuzhinën e gjerë, të gjithën të pajisur me pajisje moderne që prej muajsh nuk përdoreshin në kapacitetin e tyre të plotë. Frigoriferi ishte i organizuar me artikuj bazë dhe qilari përmbante produkte praktike dhe pak të larmishme. Elena hapi disa dollap me diskrecion, duke vëzhguar se çfarë ishte në dispozicion. A më lejoni të bëj disa blerje plotësuese? Asgjë të egzageruar, vetëm disa përbërës që mund t'i bëjnë vaktet më tërheqëse. Bëj një listë. Unë i autorizoj blerjet. Antoni u largua për në zyrë, por e la derën gjysmë të hapur. Nga aty mund të vëzhgonte Elenën përmes një prej kamerave të instaluara në kuzhinë. Ai e pa atë të lëvizte nëpër kuzhinë me familiaritet, por pa pushtuar apo riorganizuar asgjë në mënyrë drastike. Ajo thjesht vëzhgonte, prekte enët me kujdes, hapte dhe mbyllte dollapët sikur po mësonte përmendësh se ku ndodhej çdo gjë. Kishte diçka pothuajse nderuese në mënyrën se si ajo i trajtonte objektet e shtëpisë. Në orën 8:40, Elena u ngjit me diskrecion në dhomën e Gentit dhe trokiti lehtë në derë. Genti? Jam Elena. A mund të hyj? Mundesh, erdhi përgjigja e ulët nga brenda dhomës. Ajo hapi derën dhe e gjeti djalin tashmë të zgjuar, të ulur në krevat, duke parë nga dritarja. Nuk ishte përpjekur ende të kalonte në karrigen me rrota. Mirëmëngjes. A fjetë mirë? Genti ngriti supet, një gest që ishte bërë përgjigja e tij standarde për pothuajse gjithçka. Po përgatis mëngjesin. A ke ndonjë preferencë të veçantë për sot? S'ka rëndësi, murmuriti ai. Elena u afrua te dritarja dhe pa në të njëjtin drejtim si Genti. Pema e kumbullës është edhe më e ngarkuar sot. Mendoj se nëse nuk i mbledhim shpejt, zogjit do t'i shijojnë të gjitha. Genti e pa me një interes të matur. A di vërtet të bësh reçel? Po, di. Gjyshja ime më ka mësuar kur isha e vogël. Ajo thoshte se çdo frut ka sekretin e vet për t'u bërë një reçel i përsosur. Kumbulla është e veçantë sepse është e ëmbël, por ka një thartësi të lehtë që e ekuilibron gjithçka. Dhe cili është sekreti i kumbullës? Elena buzëqeshi. Ishte pyetja e parë që Genti bënte nga kurioziteti i vërtet, jo vetëm nga edukata. Sekreti është të mos nxitohesh. Kumbulla ka nevojë për kohë për të lëshuar gjithë shijen e saj. Dhe ka nevojë për dashuri. Gjyshja ime thoshte gjithmonë se kush bën reçel i nervozuar, bën reçel të hidhur. Genti gati sa nuk buzëqeshi. Gati. A do të më ndihmosh të zgjedhim frutat më të mira pas mëngjesit? Ti e njeh atë pemë më mirë se unë. Unë nuk mundem nuk arrij. Genti tregoi këmbët e tij. Nuk ka problem. Mund të më udhëzosh nga këtu lart. Unë i mbledh dhe ti më thua nëse po marr ato të duhura.
Si thua? Genti pohoi me kokë dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Antoni e patë të shfaqte diçka të ngjashme me pritshmërinë. Elena e ndihmoi Gentin të kalonte në karrigen me rrota, një proces që ajo e kreu me natyrshmëri dhe efikasitet, pa e bërë të dukej si një detyrë e komplikuar. Zbritën së bashku në kuzhinë, ku ajo kishte përgatitur një mëngjes të thjeshtë, por të paraqitur ndryshe nga zakonisht. Në vend të pjatës së zakonshme, ajo kishte përdorur një pjatancë me ngjyra që e gjeti në dollap dhe që kishte kohë pa u përdorur. Buka franceze ishte e ngrohtë dhe e prerë në feta, reçeli i luleshtrydhes i vendosur në një kavanos të vogël qelçi me një lugës, dhe lëngu i portokallit i servirur në një gotë të gjatë me disa pika limoni. Sa ndryshe, komentoi Genti, duke vëzhguar tryezën. Ndonjëherë ham më shumë kur ushqimi duket i veçantë, apo jo? Genti hëngri më shumë atë mëngjes se sa kishte ngrënë në çdo mëngjes tjetër javët e fundit. Antoni vëzhgonte gjithçka nga monitoret, duke u përpjekur të kuptonte se si ndryshime kaq të thjeshta mund të kishin një ndikim kaq të madh. Kur fizioterapistja Marina mbërriti, Elena u prezantua me edukat dhe pyeti nëse kishte diçka specifike që ajo mund të bënte për të mbështetur punën e rehabilitimit. Marina, një grua me përvojë rreth 50 vjeç, u befasua nga pyetja. Zakonisht kujdestarët nuk interesohen shumë për fizioterapinë, komentoi ajo më vonë, gjatë seancës me Gentin. Çdo profesionist ka rëndësinë e tij në rikuperim, u përgjigj Elena. Do të doja të kuptoja më mirë për të plotësuar punën tuaj. Marina shpjegoi shkurtimisht ushtrimet që bënte Genti dhe përmendi se një nga vështirësitë ishte mbajtja e motivimit të djalit. Ai është shumë inteligjent, por është i dëshpëruar. Ndonjëherë duket sikur as nuk dëshiron të përmirësohet. Ndoshta ai ka nevojë vetëm për një arsye për të dashur, tha Elena, duke vëzhguar Gentin që përpiqej në një ushtrim për forcimin e muskujve të trungut. Gjatë drekës, Elena sugjeroi që të hanin në verandën e pasme, nga ku mund të shihej pema e kumbullës nga një kënd tjetër. Genti pranoi dhe për herë të parë në muaj doli nga dhoma e tij për të ngrënë një vakt në një ambient tjetër. Nga këtu duken më mirë se cilat degë kanë më shumë fruta, tha Genti, duke treguar pjesë të ndryshme të pemës. Është e vërtetë. Ke një sy shumë të mirë për këtë. Duhet ta kesh trashëguar nga dikush. Genti mbeti në heshtje për një moment. Nëna ime dinte shumë për bimët. Ajo e mbolli këtë pemë. Ishte hera e parë që ai përmendte luljetën spontanisht në prani të dikujt që nuk ishte baba i tij. Ajo duhet ta ketë zgjedhur shumë mirë vendin. Shiko sa e fortë dhe plot fruta është pema. Kjo tregon se është mbjellë me shumë dashuri. Ajo thoshte se bimët e ndjejnë kur kujdesesh për to me dashuri, vazhdoi Genti, sikur po kujtonte diçka të largët, por të çmuar. Nëna jote ishte e mençur. Bimët vërtet e ndjejnë këtë. Edhe njerëzit gjithashtu. Genti e pa Elenën me një shprehje që ajo nuk arriti ta deshifronte plotësisht. Kishte kuriozitet, por edhe një trishtim të thellë, sikur donte të besonte në atë që ajo thoshte, por kishte frikë t'ia lejonte vetes të ndjente sërish shpresë. Pas drekës, ata shkuan në kopsht. Elena mori një shkallë të vogël që e gjeti në kasollen e pasme dhe, duke ndjekur udhëzimet e Gentit nga veranda, filloi të mblidhte kumbullat. Djali gjallëroi me çdo frut që ajo zgjidhte saktë dhe madje qeshi kur ajo rëshiti lehtë nga shkalla, pa u lënduar. A je mirë? Pyeti ai, i shqetësuar sinqerisht. Jam shumë mirë. Por mendoj se udhëzimet e tua janë më të mira se aftësia ime në shkallë, qeshi Elena. Antoni vëzhgonte skenën nga zyra e tij, duke ndier një përzierje emocionesh që nuk arrinte t'i emërtonte. Kishte muaj që nuk e dëgjonte Gentin të qeshte. Kishte muaj që nuk e shite të interesuar për asgjë. Por ja ku ishte, i angazhuar, pjesëmarrës, pothuajse i lumtur. Pas dite, ndërsa Elena organizonte kumbullat për të bërë reçelin, Genti qëndroi në kuzhinë, duke vëzhguar çdo hap të procesit. Ajo i shpjegonte se çfarë po bënte, pse po e bënte, dhe i kërkonte mendimin për detaje të vogla. Sheqeri duhet të jetë kaq apo mendon se mund të jetë pak më pak? Mendoj se më pak. Nëna ime gjithmonë thoshte se fruti i mirë nuk ka nevojë për shumë sheqer. Nëna jote kishte plotësisht të drejtë. Ndërsa reçeli zjente ngadalë në zjarr të ulët, Elena dhe Genti biseduan për receta të tjera, për bimët e kopshtit, për librat që atij i pëlqente të lexonte. Antoni kuptoi se ishte biseda më e gjatë që djali i tij kishte pasur me këdo që nga aksidenti.
Kur profesor Ridvani erdhi për mësimin e pasdites, Genti ishte dukshëm më i gjallëruar. Mësimi, që zakonisht ishte një luftë për të mbajtur vëmendjen e tij, kaloi në mënyrë çuditërisht produktive. Nuk e di çfarë ka ndodhur, por Genti është ndryshe sot, komentoi Ridvani me Elenën, kur mbaroi mësimi. Më i pranishëm, më pjesëmarrës. Ndonjëherë na duhet vetëm një gjë e vogël për të na kujtuar se jeta mund të ketë shije të mira, u përgjigj ajo, duke përzierë Reçelin që ishte në pikën ideale. Në fund të pasdites, Elena shërbeu Reçelin ende të vakët me bukë franceze të freskët që Genti ta provonte. Djali e provoi me kujdes në fillim, por pastaj hapi një buzëqeshje të sinqertë. Është i shijshëm. Vërtet ka shije tjetër. A do t'i ofrosh pak babait tënd? Jam e sigurt se do t'i pëlqente. Genti hezitoi. Kishte muaj që nuk merrte iniciativë për të ndërvepruar me Antonin përtej të nevojshmes. Por diçka atë pasdite kishte zgjuar tek ai një dëshirë për të ndarë. Babi, thiri ai nga kuzhina. A mund të vish këtu? Antoni zbriti shkallët me shpejtësi, i shqetësuar. Çfarë ka, Genti? Dua të provosh Reçelin që unë dhe Elena bëm. Antoni pa kavanozin e Reçelit, fytyrën e gjallëruar të Gentit, Elenën që vëzhgonte me diskrecion ndërveprimin. Mori një lugë, provoi Reçelin dhe ndjeu, përveç shijes së ëmbël dhe të ekuilibruar, diçka që nuk e kishte provuar prej shumë kohësh, shijen e një shtëpie ku jeta po ndodhte. Është i shkëlqyer, tha ai, dhe ishte e vërtetë. Keni bërë një punë të mrekullueshme. Genti rrezatonte krenari. Elena tha se unë kam sy të mirë për të zgjedhur frutat. Prandaj doli kaq i mirë. Atë natë, pasi Genti shkoi të flinte, Antoni mbeti vetëm në sallon, duke vëzhguar kavanozin e Reçelit në tryezë. Një gjë kaq e thjeshtë, por që kishte transformuar të gjithë ditën në shtëpi. Kishte të qeshura, kishte biseda, kishte jetë. Por sa më shumë mendonte për këtë, aq më shumë i rritej mosbesimi. Si mund të ishte dikush kaq e përsosur? Kaq natyrshëm e mirë me Gentin? Kaq e aftë të zgjonte tek ai ndjenja dhe reagime që as profesionistët më të mirë nuk i kishin arritur? Kishte diçka që nuk përputhej, dhe Antoni ishte i vendosur të zbulonte se çfarë ishte. U ngjit në zyrë dhe ndezi monitoret duke rishikuar regjistrimet e ditës. Vëzhgoi Elenën me kujdes në çdo skenë, duke kërkuar ndonjë detaj që do të zbulonte qëllimet e saj të vërteta. E pa atë duke organizuar rrobat e saj në dhomë, gjithmonë në mënyrë të përpiktë dhe respektuese. E pa në kuzhinë, duke punuar me efikasitet, por pa nxitim. E pa me Gentin, e duruar, e butë, e interesuar sinqerisht për atë që ai kishte për të thënë. Nuk kishte asgjë të dyshim. Dhe pikërisht kjo e bënte më dyshues. Antoni hapi laptopin dhe shkroi emrin e saj të plot në Google. Elena Selimi ishte një emër i zakonshëm që kthente mira rezultate. U përpoq të përsoste kërkimin duke shtuar Tiranë, Spitali Nën Tereza, kujdestare. Disa profile në rrjetet sociale u shfaqen, por asnjë që të përkonte qartë me gruan që po flinte në dhomën e pasme të shtëpisë së tij. Ai mori telefonin dhe telefonoi agjencinë e punësimit. Mirëmbrëma, këtu Anton Berisha. Do të doja të konfirmoja disa informacione rreth Elena Selimit, të cilën ma rekomanduat për të punuar në shtëpinë time. Sigurisht, zoti Berisha. Ndonjë problem? Jo saktësisht një problem. Thjesht do të doja të verifikoja referencat e saj më në detaj. Sidomos për punën e saj në Spitalin Nën Tereza. Një moment, ju lutem. Antoni priti, duke trokitur gishtat mbi tavolinë, duke vëzhguar nga kamera Elenën që flinte qetësisht në dhomën e saj. Zoti Berisha? Verifikuam këtu dhe të gjitha informacionet janë të sakta. Ajo ka punuar si ndihmës infermiere në Spitalin Nën Tereza për 4 vjet, duke u larguar në vitin 2020. Referencat nga familjet e mëparshme janë gjithashtu të shkëlqyera. Mund të pyes nëse ka ndonjë shqetësim specifik? Jo, faleminderit. Thjesht po konfirmoja. Antoni e mbylli telefonin, por ndjesia e sikletit vazhdonte. Nuk ishte se kishte diçka të gabuar me Elenën. Ishte se kishte diçka tepër të drejtë. Dhe pas 3 vjetësh duke jetuar në vigjilencë dhe dyshim të vazhdueshëm, ai kishte humbur aftësinë për të besuar se gjërat e mira thjesht mund të ndodhnin.
por ndërsa ai bluante dyshimet e tij në zyrë, Genti flinte paqësisht në dhomën e tij për herë të parë në javë, duke ëndërruar për kumbulla dhe Rachel, për biseda dhe të qeshura, për mundësinë se ndoshta jeta ende ruante surpriza të ëmbla. Dhe në dhomën e pasme, Elena Selimi flinte gjithashtu, por jo para se të kishte shkruar disa rreshta në një ditar të vogël që e mbante gjithmonë me vete. Fjalë që, nëse Antoni do t'i lexonte, do të ndryshonin gjithçka. Fjalë për premtime të bëra në netët e errëta të spitalit, për angazhime të marra me njerëz që u larguan shumë herët, për ndjesinë e çuditshme të qenit më në fund në vendin ku gjithmonë e dinte se duhej të ishte. Por për momentin, ato fjalë mbetën të ruajtura, duke pritur momentin e duhur për t'u zbuluar. Ditët në vijim kaluan me një normalitet që Antoni nuk e kishte provuar prej vitesh. Genti zgjoi më herët, hante më mirë, merrte pjesë në mësime me më shumë interes dhe madje kishte filluar të vizatonte sërish. Elena i kishte sugjeruar të bënte një fletore vëzhgimesh për pemën e kumbullës, duke regjistruar ndryshimet e pemës ditë pas dite. Ishte një projekt i thjeshtë, por që i kishte dhënë djalit një qëllim, diçka për të parë çdo mëngjes. Antoni vëzhgonte gjithçka nga monitoret, duke dokumentuar çdo ndërveprim, çdo ndryshim në sjelljen e të birit. Nga njëra anë, ndihej i lehtësuar kur shihte Gentin të kthehej sërish në fëmijë. Nga ana tjetër, një shqetësim në rritje e pushtonte. Si mund të vinte dikush dhe, në më pak se një javë, të arrinte atë që mjekët, psikologët dhe terapistët nuk e kishin arritur në vite? Ishte e njëjtë kur Elena sugjeroi diçka që i befasoi si Gentin ashtu edhe Antonin. Genti, a ke menduar ndonjëherë të dalësh pak nga shtëpia? Të bësh një shëtitje nëpër lagje? Djali ndaloi së vizatuari dhe e pa me një përzierje interesi dhe frike. Të dal? Asgjë shumë larg. Vetëm një shëtitje nëpër rrugë, ndoshta deri te sheshi që pash aty afër. Si thua? Genti pa automatikisht kamerën në cepin e dhomës, sikur po kërkonte leje në heshtje nga jati. Kishte më shumë se një vit që nuk dilte nga shtëpia për asgjë tjetër përveç vizitave mjekësore. Unë nuk e di nëse më lejon babi. Ti pyesim atë? Në zyrë, Antoni ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Të dilte nga shtëpia do të thoshte të dilte nga zona e kontrolluar, larg kamerave, larg vigjilencës së tij të vazhdueshme. Do të thoshte t'i besonte Elenës thesarin më të çmuar që i kishte mbetur. Disa minuta më vonë, Elena trokiti në derën e zyrës. Zoti Anton, a mund të flas me ju? Ai e priti duke u përpjekur të dukej i qetë. Sigurisht. Çfarë ka? Fola me Gentin për mundësinë e bërjes së shëtitjeve të vogla nëpër lagje. Mendoj se do të ishte e dobishme për të që të kishte pak më shumë kontakt me botën e jashtme. Por, sigurisht, vetëm me lejen tuaj. Antoni mbeti në heshtje për disa sekonda, duke përpunuar kërkesën. Genti nuk ka dalë nga shtëpia prej shumë kohësh. Ai ndihet i pasigurt në vende publike. E kuptoj plotësisht. Mund të fillojmë shumë ngadalë. Vetëm deri te trotuari përballë sot, nesër ndoshta deri në cep të rrugës dhe gradualisht të rrisim distancën. Gjithmonë duke respektuar ritmin e tij. Po sikur të ndodh diçka. Po sikur të ndihet keq. Po sikur. Elena e ndërpreu me butësi. Zoti Anton, a mund t'ju bëj një pyetje? A keni frikë se mos i ndodh diçka Gentit, apo keni frikë ta humbisni nga syt? Pyetja e goditi Antonin si një grusht. Ai mbeti pa përgjigje për një moment, sepse e dinte se ajo kishte prekur thelbin e çështjes. Nuk ishte vetëm për sigurinë e Gentit. Ishte për frikën e tij paralizuese për të mos pasur kontroll mbi çdo sekond të jetës së të birit. Unë vetëm duhet të di se ku është. Gjatë gjithë kohës. Po sikur të merrja celularin tim dhe t'ju telefonoja çdo 5 minuta? Ose sikur të shkonim vetëm deri aty ku ju mund të na shihni nga dritarja? Kishte diçka në mënyrën se si ajo fliste që i çarmatoste mbrojtjet e tij. Nuk ishte përbuzje apo presion. Ishte mirëkuptim i sinqert për frikrat e tij, i kombinuar me një vendosmëri të butë për atë që ishte më e mira për Gentin. Në rregull, lëshoi pe ai më në fund. Por vetëm deri aty ku mund t'ju shoh nga dritarja e sallonit. Perfekt. Faleminderit, zoti Anton. Kur Elena i tregoi Gentit se babai i kishte lejuar shëtitjen, fytyra e djalit u ndriçua në një mënyrë që Antoni nuk e kishte parë prej vitesh.
Ata zbritën së bashku në kopshtin e përparm, Genti në karrigen e tij me rrota dhe Elena duke ecur pranë, duke e shtyrë ngadalë përgjatë shtegut me gur. Nga dritarja e sallonit, Antoni i vëzhgonte, duart e djersitura, zemra i rrite fort. Ti shite atje jashtë, edhe pse vetëm 20 metra larg derës së shtëpisë, i zgjonte një panik që luftonte ta kontrollonte. Por në të njëjtën kohë, të vëzhgonte fytyrën rrezatuese të Gentit, të dëgjonte zërin e tij të gjallëruar duke biseduar me Elenën për bimët e kopshtit fqinj, për makinat që kalonin, për qenin që i leu miqësisht, bëri diçka të lëvizte në gjoksin e tij. Ata qëndruan jashtë vetëm 15 minuta, por kur u kthyen, Genti ishte transformuar. Kishte ngjyrë në faqe, shkëlqim në sy, energji në zë. Babi, a i pesa blir të verdh ka në rrugën tonë? Elena tha se së shpejti do të lulëzojnë. Dhe zoti Jakub nga shtëpia blu më përshëndeti nga dritarja. Antoni nuk e dinte që fqinji e mbante mend Gentin, as që e vëzhgonte me dashuri nga ajo dritare. Kishte kaq shumë nga bota që ai e kishte humbur duke mbyllur veten dhe të birin brenda shtëpisë. Atë natë, pasi Genti shkoi të flinte duke folur me entuziazëm për shëtitjen e ditës tjetër, Antoni vendosi se duhej ta hetonte Elenën më thellë. Kishte diçka tek ajo që nuk përputhej, dhe ai duhej të zbulonte se çfarë ishte. Priti derisa u sigurua se ajo po flinte dhe zbriti në heshtje në dhomën e pasme. Dera nuk ishte e mbyllur, një tjetër shenjë se ajo nuk kishte asgjë për të fshehur, ose ishte shumë e zgjuar për të zgjuar dyshime. Dhoma ishte e rregulluar me përpikëri. Rrobat e palosura me saktësi në dollap, një raft i vogël i improvizuar me disa libra, një gotë ujë në komodinë. Gjithçka shumë e thjeshtë, shumë normale. Antoni hapi sirtarin e tavolinës së shkrimit. Brenda, disa letra personale, dokumente, një kartel vaksinimi. Asgjë e dyshimtë. Hapi dollapin dhe kontrolloi xhepat e rrobave. Gjithashtu asgjë. Ishte gati të hiqte dorë kur vuri re çantën prej lëkure kafe të varur në mbështetësen e karriges. Ishte e njëjta çantë që ajo mbante kur erdhi. Hezitoi për një moment, të prekte sendet personale të dikujt, ishte një shkelje që e dinte se ishte e gabuar. Por frika ishte më e fortë se ndërgjegjja morale. Hapi çantën me kujdes. Brenda, sendet e zakonshme, një portofol, çelësa, disa ilaçe bazë, një krejër, një bibël e vogël. Dhe në fund, një kuti e vogël druri, sa pëllëmba e dorës. Antoni e mori dhe e hapi ngadalë. Brenda, kishte një medalion të artë dhe një copë letër të palosur me kujdes. Mori medalionin fillimisht. Ishte delikat, i vjetër, dhe brenda kishte një foto të vogël. Frymëmarrja i ndaloi. Ishte një foto e Elenës, por shumë më e re, ndoshta 10 vjet më e re. Dhe pranë saj, duke buzëqeshur, ishte Luljeta. Duart e Antonit u dridhen kur shpalosi letrën. Kaligrafia ishte padyshim e Luljetës, pavarësisht shkronjave të dridhura që tregonin se ishte shkruar në kushte të vështira. Elena, faleminderit që qëndrove me mua gjatë natës më të vështirë të jetës sime. E di që nuk më njihje, por prania jote më dha forcë të duroja deri në fund. Nëse një ditë unë nuk do të jem më këtu dhe ti do të takosh Gentin tim, të lutem, kujdesu për të siç u kujdese për mua. Ai është gjithçka që kam më të çmuar në botë. Premton? Luljeta Berisha, Spitali Nën Tereza, 15 mars 2022. Antoni u ul rënd në karrige, letra dridhej në duart e tij. 15 mars 2022. Nata e aksidentit. Nata kur Luljeta vdiq pas 3 ditësh në koma në Spitalin Nën Tereza. Nata kur ai nuk arriti të shkonte në kohë sepse po kujdesej për Gentin, i cili gjithashtu ishte i shtruar, por në një kat tjetër. Luljeta kishte vdekur vetëm. Ose kështu mendonte ai. Por nuk ishte vetëm. Elena ishte atje. Kujtimet u kthyen si një ortek. Ai kujtoi se u kishte kërkuar mjekëve nëse dikush kishte qenë me Luljetën në momentet e fundit. Një infermiere kishte përmendur shkurtimisht se po, një ndihmës infermiere kishte qëndruar me të. Por në konfuzionin dhe dhimbjen e momentit, ai nuk kishte menduar të pyeste për emrin apo ta kërkonte atë person për ta falënderuar. Elena e njihte Luljetën. Kishte qenë me gruan e tij në momentet e fundit. Kishte bërë një premtim. Dhe tani ishte aty duke e përmbushur atë premtim. Antoni i vendosi të gjitha përsëri në kuti, mbylli çantën dhe doli nga dhoma si një somnambul.
Unë gjitë në dhomën e tij dhe qëndroi ulur në krevat, duke u përpjekur të përpunonte atë që kishte zbuluar. Elena nuk ishte një punonjëse e çfarëdoshme që kishte ardhur rastësisht në jetën e tij. Ajo kishte ardhur për një qëllim specifik. Për të përmbushur një premtim të bërë një gruaje në prag të vdekjes. Për të kujdesur për Gentin. Por pse nuk e kishte thënë të vërtetën që në fillim? Pse e kishte fshehur lidhjen e saj me Lulietën? Dhe më e rëndësishmja, çfarë dinte tjetër ajo për atë natë që ai nuk e dinte? Gjatë pjesës tjetër të natës, Antoni nuk arriti të flinte. Rishikonte mendërisht çdo ndërveprim që kishte pasur me Elenën, çdo moment që ajo kishte kaluar me Gentin, çdo fjalë që kishte thënë. Tani gjithçka dukej ndryshe, e ngarkuar me një kuptim që ai nuk e kishte vënë re më parë. Të nesërmen në mëngjes, Elena u shfaq në kuzhinë në orarin e zakonshëm, përgatiti mëngjesin si gjithmonë, e përshëndeti Gentin me të njëjtën dashuri si gjithmonë. Por Antoni e vëzhgonte me sy të tjerë, duke kërkuar shenja të së vërtetës që tani e dinte. Gjatë mëngjesit, Genti tregoi me entuziazëm për ëndrrën që kishte parë me blir të verdh të lulëzuar dhe Elena e dëgjonte me interes të sinqert, duke i bërë pyetje, duke qeshur me përshkrimet e tij krijuese. Antoni vuri re se si ajo e shikonte, nuk ishte vetëm dashuri profesionale. Kishte diçka më të thellë aty, pothuajse amësore. Genti, tha Elena kur mbaruan së ngrëni, si thua sikur sot të shkojmë deri në cep të rrugës? Babai yt tha se mund të shkojmë pak më larg. Vërtet? Genti pa të atin me pritshmëri. Antoni pohoi me kokë, ende duke u përpjekur të organizonte mendimet. Por celulari i saj duhet të jetë gjithmonë i ndezur. Sigurisht, babi. Ndërsa Elena e ndihmonte Gentin të përgatitej për shëtitjen, Antoni u ngjit në zyrë dhe mori telefonin. Telefonoi spitalin në Nën Tereza. Do të doja të flisja me dikë që mund të më jap informacione për punonjësit që kanë punuar aty midis viteve 2018 dhe 2022, tha ai kur ju përgjigjen. Pasi e kaluan disa herë, arriti të fliste me mbikëqyrësen e sektorit të burimeve njerëzore. Elena Selimi? Më lejoni të verifikoj. Po, ajo ka punuar këtu si ndihmës infermiere. Punonjëse shembullore, shumë e dashur nga pacientët dhe familjarët. U largua në vitin 2022 për të zgjidhur çështje personale. Mund të pyes pse interesi? Ajo po punon në shtëpinë time tani. Thjesht doja të konfirmoja referencat. Mund të jeni i qetë. Elena është një nga njerëzit më të përkushtuar që ka punuar ndonjëherë këtu. Gjithmonë bënte më shumë se sa pritej për të siguruar që pacientët të ndiheshin të mirëpritur, veçanërisht ata që nuk kishin familje pranë. Antoni e mbylli telefonin me më shumë pyetje se sa përgjigje. Elena ishte e vërtet, historia e saj ishte e vërtet, përkushtimi i saj ishte i sinqert. Por ende nuk e kuptonte pse ajo nuk i kishte treguar për lidhjen e saj me Lulietën. Vëzhgoi nga dritarja Elenën dhe Gentin në trotuar, duke biseduar me gjallëri me zonjën Merita nga fura e bukës, e cila kishte dalë posaçërisht për të përshëndetur Gentin. Djali qeshte, bënte gjeste, dukej si një djalë normal që kalonte një mëngjes normal në një botë normale. Kur u kthyen nga shëtitja, Genti ishte rrezatues. Babi, zonja Merita tha se gjithmonë më ka parë nga dritarja dhe shqetësohej për mua. Dhe Zoti Jakub zbriti për të biseduar me ne. Ai tha se mund të më mësoj të luaj dam nëse dua. Antoni e vëzhgoi Elenën gjatë rrëfimit të Gentit. Ajo buzëqeshte, por kishte diçka në sytë e saj. Jo saktësisht trishtim, por një melankoli të thellë, sikur po jetonte diçka që ishte në të njëjtën kohë e mrekullueshme dhe e dhimbshme. Pasdite, kur Genti ishte në mësim me profesor Ridvanin, Antoni zbriti në kuzhinë ku Elena po përgatiste drekën. Elena, a mund të bëj një pyetje? Sigurisht, zoti Anton. A ke punuar në spitale para se të filloje si kujdestare private? Elena ndaloi së përzjeri ushqimin dhe e pa drejt për drejt. Po. Kam punuar si ndihmës infermiere për disa vjet. Në cilin spital? Në Nën Tereza. Pse pyet? Thjesht kuriozitet. Duhet të ketë qenë një punë e vështirë. Ishte. Por edhe shumë shpërblyese. Ka momente në jetën e njerëzve kur ata kanë nevojë të dinë se nuk janë vetëm. Spitali është një nga ato vende. Kishte diçka në mënyrën se si ajo i tha këto fjalë që i konfirmoi Antonit se ajo e dinte saktësisht se për çfarë po fliste.
Dhe më shumë, se ajo kishte qenë atje, në atë vend, në atë moment vendimtar të jetës së tij. Elena, tha ai, zëri pak i dridhur, ka diçka që do të doje të më tregoje? Për mënyrën se si e more vesh për vendin e punës këtu në shtëpi? Elena e vëzhgoi për një moment të gjatë, sikur po vlerësonte nëse ishte momenti i duhur për të vërtetën. Zoti Anton, tha ajo më në fund, ka gjëra që ndodhin në jetët tona që nuk arrijmë t'i shpjegojmë logjikisht. Ndonjëherë ne drejtohemi aty ku duhet të jemi, edhe kur nuk e kuptojmë pse. Kjo nuk i përgjigjet pyetjes sime. Jo, nuk i përgjigjet. Por ndoshta është e vetmja përgjigje që mund të jap tani. Antoni ndjeu një frustrim në rritje, por para se të mund të insistonte, Genti thiri nga salloni, Elena. Elena. Eja shiko vizatimin që bëra për shëtitjen tonë. Ajo i buzëqeshi Antonit, një shprehje që përziente kërkesën për falje me vendosmërinë dhe shkoi të takonte Gentin. Atë natë, Antoni mori një vendim. Të nesërmen, ai do ta përballte Elenën drejt për drejt për medaljonin, për premtimin, për luljetën. Ai kishte nevojë për të vërtetën e plot, edhe nëse kjo do të thoshte ta humbiste atë. Sepse, kuptoi me një shtrëngim në zemër, ideja e humbjes së Elenës tani ishte pothuajse aq e frikshme sa ideja e humbjes së saj më parë ishte indiferente. Genti ishte lidhur me të. Dhe, nëse do të ishte i sinqert me veten, edhe ai gjithashtu. Të nesërmen në mëngjes, Antoni u zgjua me një vendosmëri që nuk e ndjente prej vitesh. Nuk arriti të hante mëngjes, nuk arriti të pretendonte normalitet. Kur Elena u shfaq në kuzhinë për të përgatitur mëngjesin e Gentit, ai e ndaloi. Duhet të flasim, tha ai, pa rreth e rrotull. Tani. Elena e pa dhe kuptoi menjëherë se diçka kishte ndryshuar. Kishte një intensitet në shikimin e tij që nuk ishte aty ditën e mëparshme, një urgjencë që ajo e njohu si të dikujt që kishte zbuluar diçka të rëndësishme. Genti është ende në gjumë, tha ajo qetësisht. Mund të flasim në sallon. Ata u drejtuan për në dhomën e ndenjes në heshtje. Antoni mbylli derën pas vetes dhe u kthye nga Elena, e cila qëndronte në këmbë, duart e kryqëzuara para trupit, duke pritur. Unë e di, tha ai, thjesht. Çfarë dini, zoti Anton? E di për luljetën. E di për spitalin. E di për premtimin. Fytyra e Elenës nuk tregoi befasi, vetëm një dorëheqje të qetë, sikur ajo e kishte pritur këtë moment që kur kishte ardhur në shtëpi. Si e zbuluat? A ka rëndësi? Zëri i tij ishte i ngarkuar me emocion të përmbajtur. Ajo që ka rëndësi është se ju më gënjyet. Se ju jeni këtu me pretekste të rreme. Se ju pushtuat shtëpinë time, jetën e djalit tim, bazuar në një premtim që unë kur nuk kërkova të bëhej. Elena qëndroi e qetë përballë shpërthimit të tij. Ju keni të drejtë të jeni i zemëruar. Të drejtë të jemi i zemëruar? Antoni qeshi, por ishte një e qeshur e hidhur. Ju keni luajtur me ndjenjat e një fëmije të traumatizuar. E bëtë Gentin të lidhej me ju pa pasur mirësjelljen të tregonit të vërtetën. Dhe tani doni të flisni për të drejtat e mia? Genti nuk di për premtimin, tha Elena butësisht. Dhe gjithçka që ai ndjen për mua është e sinqertë, jo e bazuar në ndonjë gënjeshtër. Por është e bazuar në një farsë. Ju nuk jeni këtu sepse kujdeseni për ne. Jeni këtu nga faji. Për një premtim të bërë një gruaje të vdekur. Ju jeni i gabuar. Vendosmëria në zërin e saj e kapi të papërgatitur. I gabuar si? Elena u drejtua te dritarja dhe qëndroi duke parë kopshtin ku ajo dhe Genti kishin mbledhur kumbulla disa ditë më parë. Kur foli, zëri i saj ishte i ngarkuar me një emocion që ajo e kishte mbajtur të fshehur deri atëherë. Unë nuk e njihja gruan tuaj para asaj nate, zoti Anton. Ajo u shtrua në spital në gjendje shumë të rëndë dhe unë isha në turn në sektorin e urgjencës. Kur më caktuan ta shoqëroja gjatë natës, mendova se do të ishte një tjetër çrën i vështirë, një tjetër familje e shkatëruar që do të dëshmoja. Ajo u kthye për ta parë. Por gruaja juaj ishte e veçantë. Edhe mes dhimbjes, edhe duke e ditur se po vdiste, ajo fliste vetëm për ju të dy. Se si Genti ishte inteligjent, se si i pëlqente të vëzhgonte bimët e kopshtit, se si ju ishit bërë një baba i mrekullueshëm pavarësisht se kishit humbur prindërit tuaj shumë herët. Antoni ndjeu një shtrëngim në gjoks. Luljeta vërtet i dinte sekretet e tij më të thella, pasiguritë e tij për të qenë një baba i mirë.
Ajo më tregoi për pemën e kumbullës që kishte mbjell për Gentin, se si donte që ai të rritej I lidhur me natyrën, për ëndrat që kishte për të ardhmen tuaj. Elena bëri një pauzë, syt e përlotur. Dhe pastaj më kërkoi të lutesha me të. Jo sepse ishte shumë fetare, por sepse kishte frikë. Frikë se do t'ju linte vetëm, frikë se Genti nuk do ta kalonte dot aksidentin, frikë se ju do të humbisnit në dhimbje. Ajo e tha këtë? E tha. Dhe më bëri të premtoja se, nëse ndonjëherë do të mundesha, do të përpiqesha të ndihmoja. Jo nga detyrimi, por sepse ajo ma kishte prekur zemrën në një mënyrë që nuk e prisja. Sepse atë natë, duke u kujdesur për të, ndjeva se po kujdesesha për një mike të dashur, edhe pse sapo e kisha njohur. Elena u kthye pranë tij. Unë nuk erdha këtu nga faji, zoti Anton. Erdha sepse doja të përmbushja premtimin që I bëra një gruaje të jashtëzakonshme. Dhe sepse, kur mësova përmes agjencisë se kishte një vend pune në shtëpinë e një familjeje Berisha në Dajt, me një djalë 12 vjeçar që kishte kaluar një traumë, zemra më rahu fort. E dija se duhej të provoja. Antoni u ul rënd në divan. Pse nuk ma the këtë që në fillim? Sepse ju do të më kishit dërguar menjëherë larg. Ajo u ul në poltronën përballë tij. Ju nuk I besoni askujt, dhe me të drejtë. Keni humbur personin më të rëndësishëm të jetës suaj dhe gati keni humbur djalin tuaj. Nëse do të vija këtu duke thënë se e njija Luljetën, se isha me të kur vdiq, ju do të mendonit se isha një oportuniste që donte të përfitonte nga situata. Ajo kishte të drejtë dhe Antoni e dinte këtë. Nëse Elena do t'i kishte thënë të vërtetën ditën e parë, ai kur nuk do ta kishte lënë të hynte në shtëpi. Por unë gënjeva vetëm për mënyrën se si e mora vesh për vendin e punës, vazhdoi Elena. Gjithçka tjetër ishte e vërtetë. Dashuria ime për Gentin është e vërtetë. Dëshira ime për ta parë atë mirë është e sinqertë. Ajo që ndjej për këtë familje nuk ka të bëjë fare me detyrimin. Çfarë ndjen për këtë familje? Pyetja doli më e prekshme se sa Antoni kishte synuar. Elena e pa drejt për drejt në sy. Ndjej se më në fund gjeta vendin tim. Se ju të dy keni mbushur një zbrazëti në jetën time që as nuk e dija se ekzistonte. Genti më mësoi se ende mund të bëj një ndryshim në jetën e dikujt. Dhe ju? Ajo hezitoi, ju më treguat se ende ka shpresë për zemrat e thyera. Antoni mbeti në heshtje për një kohë të gjatë, duke përpunuar gjithçka që kishte dëgjuar. Më trego për atë natë. Gjithçka. Duhet ta di. Elena mori frym thellë. Gruaja juaj mbërriti në spital rreth orës 10 të natës. Mjekët bën gjithçka, por plagët ishin shumë të rënda. Rreth mesnatës, ata më thanë se nuk kishte më asgjë për të bërë nga ana mjekësore, se ishte çështje kohe. Pyetën nëse kishte familje dhe unë thash se bashkëshorti ishte në spital me djalin, I cili gjithashtu ishte lënduar në aksident. Ti e dije se unë isha këtu? E dija. Dhe e dija se ju po kalonit një moment të pamundur, duke u dashur të zgjidhnit midis qëndrimit me të ose me Gentin. Kështu që vendosa të qëndroja. Nuk mund ta lija të vdiste vetëm. Lotët filluan t'i rridhnin në për fytyrën e Antonit. Ai e kujtonte atë natë të tmerrshme, mjekët që thoshin se Genti ishte stabilizuar por kishte nevojë për mbikëqyrje të vazhdueshme, detyrimin për të zgjedhur midis dy dashurive të jetës së tij. Luljeta u zgjua rreth orës 2 të mëngjesit, vazhdoi Elena. Ishte e kthjellët, por e dobët. Pyeti për ju dhe unë I thash se ishit mirë, se Genti do të shërohej. Ajo buzëqeshi dhe tha se e dinte që po gënjeja për gjendjen e saj, por se falenderonte që po përpiqesha ta kurseja. Tha se gjithmonë e dinte se ishte e fortë, por se në atë moment kishte frikë. Nga çfarë kishte frikë? Të largohej pa qenë e sigurt se ju do të ishit mirë. Tha se ju ishit një njeri I mirë, por që kishit tendencë të mbylleshit kur vuanit. Kishte frikë se do të izoloheshit nga bota dhe do të merrnit Gentin me vete. Aty ishte kur më kërkoi të premtoja se do të kujdesesha për ju, nëse ndonjëherë do të kisha mundësi. Elena fshiu lotët e saj. Kalova orët e fundit duke biseduar për ju. Ajo më përshkroi çdo cep të kësaj shtëpie, çdo bim të kopshtit, çdo veçanti të Gentit. Më tregoi se si ju nervozoheshit kur Genti ngjitej shumë lart në pemën e kumbullës, se si krenoheshit kur Genti bënte pyetje inteligjente për librat që lexonit së bashku. Më tregoi se ju bënit piknik në verandë të dielave në mëngjes.
Antoni qau me dënes. Ata vërtet bënin piknik në verandë. Ishte një traditë që ishte humbur plotësisht pas aksidentit. Rreth orës 5 të mëngjesit, ajo më kërkoi t'i mbaja dorën. Tha se nuk e duronte dot më dhimbjen, por se ndihej në paqe duke e ditur se kishte dik aty. Vdiq disa orë më vonë duke fjetur. Nuk vuajti. Dhe nuk ishte vetëm. Të dy mbetën në heshtje për disa minuta, duke përthithur peshën e asaj zbulese. Antoni qante hapur, duke ndjerë një përzierje mirënjohjeje dhe dhimbjeje që nuk e dinte se ishte e mundur të përjetojë njëkohësisht. Faleminderit, tha ai më në fund. Faleminderit që ke qenë me të. Faleminderit që nuk e le të vdes vetëm. Unë e mbaj këtë faj prej 3 vjetësh. Ju nuk kishit asnjë faj. Ishit aty ku duhej të ishit duke u kujdesur për djalin tuaj. Lulieta e dinte këtë dhe nuk mbante mëri. Ajo vetëm donte të ishte e sigurt se ju do të ishit mirë. Dhe tani? Çfarë ndodh tani? Elena u ngrit. Tani ju vendosni. Nëse doni që unë të largohem, e kuptoj. Tashmë e kam përmbushur premtimin tim. Genti është mirë, po kthehet në jetë. Edhe ju gjithashtu. Puna ime këtu mund të ketë mbaruar. Ti dëshiron të largohesh? Jo, përgjigja erdhi e menjëhershme dhe e sinqertë. Nuk dua. Por e kuptoj nëse ju nuk mund të më shihni këtu duke ditur gjithë këtë. E kuptoj nëse është shumë e dhimbshme. Antoni u ngrit dhe eci te dritarja. Jashtë, mund të shihte Gentin duke u zgjuar, duke u shtrirë në krevat, ndoshta duke u përgatitur për një ditë tjetër plot zbulime dhe buzëqeshje. Një ditë që ishte e mundur vetëm për shkak të gruas që ishte aty në sallon me të. E di cila është ironia më e madhe, tha ai, pa u kthyer. Kalova 3 vjet me frikën për t'i besuar kujto. Instalova kamera kudo, hetova çdo punonjës që shkeli në këtë shtëpi, jetova në dyshim të vazhdueshëm. Dhe personi të cilit duhej t'i besoja më shumë erdhi tek unë përmes një gënjeshtre. Nuk ishte gënjeshtër, zoti Anton. Ishte mbrojtje. Mbrojtje për të gjithë ne. Ai u kthye nga ajo. Elena, a mund të bëj një pyetje? Sigurisht. A ke familje? Fëmijë? Dik që të pret në një vend tjetër? Elena buzëqeshi me trishtim. Jo. Gjithmonë kam qenë vetëm unë. Prandaj munda t'i përkushtohesha aq shumë punës në spital, prandaj munda të pranoja turne të vështira, të qëndroja ne të tëra me pacientë që nuk kishin askën. Dhe prandaj munda të vija këtu dhe t'i dorëzohesha plotësisht kujdesit tuaj. Atëherë qëndro, tha ai, duke befasuar veten me shpejtësinë e vendimit. Jo si punonjëse që përmbush një premtim. Qëndro si familje. Elena e pa e kuptuar plotësisht. Si familje. Genti ka nevojë për ty dhe unë. Edhe unë kam nevojë. Nuk di më si të jetoj pa ty këtu. Nuk dua më kamera, nuk dua më vigjilencë, nuk dua më frikë. Dua besim. Dua jetë. Dua që kjo shtëpi të bëhet sërish një shtëpi. Në atë moment dëgjuan Gentin duke thirrur nga kati i sipërm, Elena. Ku je? Sot është dita për të shkuar të sheshi. Elena buzëqeshi, atë buzëqeshje që ishte bërë kaq e një orë dhe e dashur. Ai po pret. Ne po presim, e korrigjoi Antoni. Shko. Kujdesuni për njëri tjetrin. Unë do t'i heq kamerat. Elena u drejtua te dera, por ndaloi para se të dilte. Zoti Anton? Mund të më therrasësh, Anton? Pa, zoti. Anton, ajo buzëqeshi. Lulieta do të ishte krenare të shihte njeriun që je bërë sot. Pasi ajo doli, Antoni mbeti vetëm në sallon për disa minuta. Pastaj u ngjit në zyrë dhe, për herë të parë në 3 vjet, fiku monitoret e sigurisë. Një nga një, ai po shkëpuste kamerat, po ruante pajisjet, po çmontonte sistemin e vëzhgimit që kishte krijuar për të mbrojtur familjen e tij, por që kishte përfunduar duke i burgosur të gjithë. Kur mbaroi, zbriti dhe gjeti Gentin dhe Elenën në kuzhinë, duke planifikuar shëtitjen deri te sheshi. Genti ishte i entuziazmuar, duke treguar për një libër që donte ta merrte për ta lexuar nën pemë. Babi, thiri Genti kur e pa. Elena tha se mund të bëjmë një piknik në shesh. Një lloj si ato që bënim në verandë me mamin.
Antoni pa Elenën, e cila kishte sugjeruar pikërisht një nga traditat familjare që Luljeta i kishte treguar asaj atë natë në spital. Ajo buzëqeshi me diskrecion dhe ai kuptoi se kjo ishte një tjetër dhuratë që Luljeta ua kishte lënë atyre përmes saj. Si thua sikur të vi edhe unë sot, sugjeroi Antoni. Genti hapi syt i habitur. Vërtet? Do të dalësh nga shtëpia? Kishte më shumë se një vit që Antoni nuk dilte nga shtëpia për asgjë tjetër përveç nevojave mjekësore apo urgjencave. Vërtet. Mendoj se ka ardhur koha. Shëtitja deri të sheshi ishte një zbulesë. Genti i prezantoi baban e tij fqinjëve që kishte njohur ditët e fundit, i tregoi pemët që kishte vëzhguar, tregoi histori për çdo zbulim që kishte bërë. Dhe Antoni kuptoi se sa shumë nga bota kishte humbur duke u mbyllur në shtëpi. Në shesh shtrin një batanie në një pemë të harlisur dhe bën piknikun që Genti kishte kërkuar. Han sanduiqe që Elena kishte përgatitur, pin lëng kumbulle të bërë me frutat që ata vet i kishin mbledhur, dhe Genti lexoi me zë të lartë pjesë nga libri që kishte marrë me vete. Babi, tha Genti në një moment, apo qan? Antoni preku fytyrën e tij dhe kuptoi se po qante. Por nuk ishte trishtim. Ishte lehtësim, mirënjohje, lumturi e pastër që ishte aty në atë moment me dy njerëzit që i donte më shumë në botë. Po qaj nga lumturia, bir. Edhe unë jam i lumtur, tha Genti, duke u mbështetur më afër babait të tij. Mendoj se mami do të ishte e lumtur duke na parë këtu. Elena, e cila vëzhgonte skenën në heshtje, murmuriti ulët, ajo është e lumtur. Jam e sigurt. Kur u kthyen në shtëpi në fund të pasdites, Antoni mori një vendim tjetër. Mblodhi Gentin dhe Elenën në sallon dhe bëri një njoftim. Dua të bëj disa ndryshime në këtë shtëpi. Së pari, nuk ka më kamera. Së dyti, nuk ka më punonjëse këtu. Elena, nëse ti dëshiron, ti je pjesë e kësaj familjeje tani. Zyrtarisht. Genti u hodh nga karrigia me rrota dhe përqafoi Elenën me një forcë që ajo nuk e priste. Është e vërtet? Do të qëndrosh për gjithmonë? Nëse ju më doni, tha ajo, duke përqafuar djalin. Të duam, thirrën Genti dhe Antoni në të njëjtën kohë, duke shkaktuar të qeshurat e të gjithë. Atë natë, për herë të parë në 3 vjet, Antoni nuk u ngjit në zyrë për të monitoruar shtëpinë. Në vend të kësaj, qëndroi në sallon me Gentin dhe Elenën, duke parë një film, duke ngrënë kokoshka, duke qeshur, duke biseduar. Duke qenë një familje. Kur Genti shkoi të flinte, ai përqafoi Elenën dhe përshpëriti, faleminderit që u ktheve në jetën tonë. U ktheva, pyeti ajo, kurioze. Po. Jam i sigurt se ti ishe tashmë pjesë e familjes sonë. Vetëm u desh pak kohë për të mbërritur këtu. Pasi Genti u ngjit lart, Antoni dhe Elena mbetën vetëm në sallon. Kishte diçka që ai ende duhej t'i thoshte. Elena, për atë natë për Luljetën dua të dish se nuk ke nevojë ta mbash më peshën e atij premtimi. Ti ke bërë shumë më tepër se sa mund të pritej. Nëse qëndron këtu tani, le të jetë sepse dëshiron, jo sepse ndihesh e detyruar. Anton, tha ajo butësisht, a mund të tregoj një sekret? Sigurisht. Premtimi që i bëra Luljetës nuk ishte ai që më solli këtu. Ishte ai që më dha guximin për të ardhur. Unë tashmë doja të isha këtu edhe para se të dija për ju. Unë vetëm po prisja të gjeja familjen time. Dhe tani e gjeta. Ata mbetën në heshtje për një moment duke përthithur kuptimin e atyre fjalëve. Atëherë mirë se erdhe në familjen Selimi Berisha, tha Antoni duke buzëqeshur. Apo do të ishte Berisha Selimi? Si thua thjesht familje, sugjeroi Elena. Në muajt që pasuan, shtëpia në Dajt u transformua plotësisht. Kishte muzikë në korridore, të qeshura në kuzhinë, biseda në verandë. Genti u kthye në shkollë me prani fizike, bëri miq të rinj, filloi kurse noti të përshtatur. Antoni u kthye të punonte me kënaqësi, zgjeroi kompaninë, filloi të dilte në takime biznesi dhe shoqërore. Dhe Elena lulëzoi si kopshtarja që Luljeta kishte qenë. Kujdesej për bimët, gatuante pjata të shijshme, organizonte shtëpinë me dashuri dhe kryesisht kujdesej për zemrat e asaj familjeje me përkushtimin e dikujt që më në fund kishte gjetur vendin e saj në botë. Një vit më vonë, në një pasdite të diel, ata po bënin piknikun e tyre javor në verandë kur Genti bëri një vizatim të veçantë. Ishte një portret i familjes, ai, Antoni dhe Elena, të gjithë duke buzëqeshur në pemën e kumbullës.
por në qiell ai kishte vizatuar një yll të ndritshëm. Kush është ylli? Pyeti Elena. Është mami, tha agenti, natyrshëm. Ajo gjithmonë kujdeset për ne nga atje lart. Por tani ajo nuk ka nevojë të shqetësohet më, sepse ti je këtu duke u kujdesur për ne këtu poshtë. Antoni dhe Elena u pan mbi kokën e agentit duke ndarë një moment mirë kuptimi të thellë. Lulieta ja kishte dalë. Premtimi i saj i fundit ishte përmbushur. Familja e saj ishte sërish e plot, ndryshe nga më parë, por e tërë. Atë natë, Antoni e gjeti Elenën në kuzhinë duke përgatitur reçelin javor të kumbullës që ishte bërë tradit në shtëpi. Elena, tha ai, a mund të pyes diçka? Gjithmonë. A beson se njerëzit që janë larguar mund të kujdesen ende për ne? Elena buzëqeshi duke përzier reçelin ngadalë. Besoj se dashuria e vërtet nuk vdes kurrë, Anton. Dhe besoj se Lulieta vazhdon të kujdeset për ju përmes çdo personi që kryqëzon rrugën tuaj me qëllimin për të bërë mirë. Ajo thjesht më përdori mua si një instrument. Atëherë mendon se ajo e dinte? Se në një farë mënyre e orkestroi gjithë këtë? Mendoj se nënat gjithmonë e dinë se çfarë është më e mira për fëmijët e tyre. Dhe Lulieta e dinte se Genti kishte nevojë për një nënë të zemrës dhe se ti kishe nevojë të mësoje të besoje sërish. Po ti? Për çfarë kishe nevojë ti? Elena ndaloi së përzieri reçelin dhe e pa me atë buzëqeshjen e qetë që ishte bërë marka e saj e regjistruar. Unë kisha nevojë për një familje. Dhe e gjeta timen. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Antonit, Gentit dhe Elenës t'ju ketë prekur thellësisht zemrat. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim dhimbjeje, shërimi dhe rinisjeje, nëse e keni ndjer forcën e dashurisë që të i kalon edhe vdekjen, lini pëlqimin tuaj në këtë episod dhe abonoheni në kanalin ton. Komentoni më poshtë se cili moment ju preku më shumë, çfarë ndjenje zgjoi kjo histori në jetët tuaja. Çdo ditë sjellim rrëfime si ky, që eksplorojnë cepat më të thella të shpirtit njerëzor, që na kujtojnë se gjithmonë ka shpresë, gjithmonë ka një shans të dytë për dashurinë. Histori që na mësojnë se ndonjëherë engjëjt vijnë tek ne të maskuar si njerëz të zakonshëm, duke sjellë shërim për plagët që mendonim se ishin të pashërueshme. Mos humbisni episodin ton të ardhshëm, sepse kemi një histori të re emocionuese që ju pret, një udhëtim të ri transformimi dhe shpresë që me siguri do t'ju prek zemrat.